institucione publike, përgjatë muajve dhe viteve, kanë zgjedhur të mbyllin syt përballë një rasti të qartë të zaptimit të hapësirës publike. Nuk bëhej fjalë për individ problematik apo grupe informale, por për selin qendrore të Raiffeisen Bank Albania. Në zonën që lidhë rrugën e Kavajës me rrugën e Durrësit, në një lagje të vjetër të Tiranës, banka ka shfrytzuar rreth 70 metra katror hapësirë publike dhe trotuar për vendosjen e kondicionerëve dhe pajisjeve të tjera teknike. Sipas konstatimit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Tiranë, kjo ndërhyrje është kryer pa leje ndërtimi, një shkelje që bëhet edhe më e rëndë kur kryhet nga një institucion financiar që duhet jetë model në respektimin e ligjit. Pas ankesave të banorëve, IMT evidentoi ndërtimin e palishëm, vendosi gjobë dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të hapësirës, duke e rikthyer trotuarin në funksion të komunitetit. Banka e kundërshtoi vendimin dhe ju drejtua gjykatës. Më 5 shkurt 2026, gjykata vendosi në favor të IMT-s, duke detyruar bankën të paguajë gjobën prej rreth 6.000 eurosh, përfshirë kamatvonesat. Çështja që mbetet pezull është nëse banka do të zbatojë plotësisht vendimin, duke hequr ndërtimin pa leje dhe duke rikthuar hapësirën publike për qytetarët.